Donald Trump ka prezantuar ditën e sotme bordin e paqes në forumin e Davos, ose ndryshe OKB-ja private e presidentit amerikan, ku hyrja do të kushtoj $1 miliard. Trump e filloi fjalimin e tij në ceremoninë e nënshkrimit duke i quajtur atë një ditë shumë emocionuese dhe mes shqetësimeve se ai mund të përpiqet ta zhndërrojë Këshillin në një organ të ri global që do të merrte përsipër rolin e mbajtur prej kohësh nga OKB-ja, tha se ne do të punojmë me shumë organe të tjera, përfshirë Kombet e Bashkuara. Skena në Davos ishte e mbushur me udhëheqës që pranuan ftesën e Donald Trump për të bashkuar me Këshillin e Paqes. Midis tyre janë presidentët e Azerbajxhanit, Argjentinës, Kazakistanit, Indonezisë dhe Kosovës, si dhe kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili është gjithashtu i vetmi nga Bashkimi Evropian, raporton The Guardian. Karriga e bardhë është padyshim e rezervuar për Donald Trump, i cili është shpallur udhëheqës i përjetshëm i Këshillit. Ceremonia e nënshkrimit të bordit të ri të paqes nga presidenti Donald Trump paraqiti përfaqësues nga më pak se 20 vende dhe asnjë nga aleatët tradicional të Europës perëndimore. Kombet e përfaqësuara në skenë Davos anuan shumë nga lindja e mesme dhe Amerika e Jugut, me udhëheqës nga Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Argjentina dhe Paraguay, me disa tyre që morën pjesë. Numri i përgjithshëm i pjesëmarrësve është më pak se afërsisht 35, që një zyrtar i lartë i administratës parashikoi për gazetarët në fillim të kësaj jave dhe nuk përfshinte asnjë komb të Evropës perëndimore, disa prej të cilëve kanë ngritur shqetësime mbi idenë e një bordi të dedikuar për paqen që mund të përfshijë kundërshtar si Rusia, aktualisht në luftë me një nga aleatët e tyre. Sipas Reuters, Trump ka dërguar ftesa në rreth 60 vende, duke synuar një skem që fillon në Gaza dhe zgjerohet në fronte të tjera, ndërsa i njëjti raport thotë se antarësimi i përhershëm parashikohet për ata që paguajnë $1 miliard dhe se Trump do të jetë kryetar për jetë. Ekzistenca e një bilete për një pozicion të përhershëm dhe në të vërtetë në një madhësi që funksionon si një filtr pushteti dhe jo si një kontribut i barabartë, është burimi i parë kryesor i mosbesimit evropian, e kthen skemën në një klub të mbyllur, duke favorizuar të gatshmit dhe ata që janë të fuqishëm financiarisht, në vend të një procesi legjitimimi përmes traktateve ndërkombëtare. Burimi i dytë i mosbesimit është arkitektura politike. Në një raport të Reuters mbi Italinë thuhet se Roma konsideron se pjesëmarrja në një organizatë udhëhequr vetëm nga presidenti i SBA-s do të binte ndesh me parimin kushtetues italian që kërkon pjesëmarrje të barabartë në organizata ndërkombëtare. Argumenti i Italisë përmbledh ankthin evropian. Këshilli nuk i ngjan një institucioni shumë palësh, por një mekanizmi të hegemonisë amerikane ku qasja, kozgjatja dhe rinovimi i mandatit, sipas asaj që është zbuluar në lidhje me draftin e kartës, lidhen drejt për drejt me vullnetin qendror të presidentit të SBA. Problemi i tretë është mbivendosja institucionale. Në një klip apo transkript televiziv të CNN, bordi i paqes shfaqet tashmë si një zonë tensioni Trump-Macron, me Trump që përshkallëzon retorikën e tij dhe vendos kërcënime tregtare në një kontekst që normalisht do t'i përkiste sferës së diplomacisë dhe sigurisë kolektive. Ky kombinim i pushtetit të fortë, tarifave me arkitekturën e paqes, bordin, është sinjali kryesor i rrezikut për Brukselin, e kthen paqebërjen në një mjet.